Yndyra fshihet në lëkurë dhe nën muskuj, në të cilët përdor hapësira që njihen ndryshe si xhepa. Dhe atje fshihet dhjami. Që kështu mëlçia e merr këtë dhjam dhe e kthen në acide, të cilat quhen ketone. Ketonet përkthehen ndryshe si energji, por energji vitale. Kjo është ajo energjia që i duhet vërtet njeriut dhe këtë e përdorin muskujt, gjaku dhe truri. Agjërimi ka një gjë shumë të mirë sepse gjatë kohës që ne e bëjmë agjërimin, ne rritim qeliza të reja në sistemin e tretjes dhe në tru. Gjatë kohës që ne jemi në agjërim, ne jemi duke menduar më mirë, jemi duke menduar më kthjellët dhe ndonjëherë nuk i kemi këto. Pse? Ashtu si kemi thënë se çdo gjë e mirë ka një të keqe brenda dhe çdo gjë e keqe ka një të mirë brenda, si dy fuqitë yini dhe yangu, çdo gjë e ka një të kundërt. Dhe pavarësisht se agjërimi ndahet në disa pika kryesore ku mund të theksojmë se mund të agjërojmë 24 orë, pa pirë dhe pa ngrënë,